Fermerët e Divjakës momentalisht janë furnizuesit kryesor të tregut vendas për bostanorët, shalqinin dhe pjeprin, si dhe qep e patate. Sot në mesditë në tregun e lirë të frutave e perimeve në Divjak, 1 kg shalqi e cilësisë së parë tregtohet me 20 deri në 22 lekë të reja. 1 kg pjepër 50 deri në 60 lekë të reja dhe 1 kg qep ose patate me 50 lekë të reja. Në territorin e Divjakës dhe Lushnjës ushtrojnë aktivitetin 27 pika grumbullimi, të cilat aktualisht merren vetëm me eksportin e këtyre kulturave, ndërsa me perime të tjera si domatia, trangulli, speci, patlıxhani punohet me tregun vendas ku prodhimi tërhiqet nga tregtarët direkt nga fermeri. Nuk kemi të kënaqur me tregun fare. Nuk kemi të kënaqur na coptoi, na dormoj si vjet. Nuk nxjerrim paret që kemi hedhur. Kur shkojmë në Tiranë, na zë koka, kur shikojmë çmime në Tiranë. Nuk e di se qysh që treg, ne di vetëm prodhojmë edhe sa shitet tu. Kur ndigjojmë atë se kemi qenë në Tiranë, ne kemi parë. Ishte një çmim marramens. Dhe vetë çuditim se si qarkullon ky çmim, nuk e di. Shteti me sa shohun, themi shteti, ne themi kot shteti, po na ka lënë për tokë fare. Nuk ka ardhur njëri më na thotë llafe. Shqyr Zotit për votat vinë, të kapin qafet, të përqafojnë, të ledhatojnë, qas të bëjnë. Sharkirin e kemi problem shumë. Sa është? Sharkiri me 2 kg maksimumi. Sot? Ore, di, po sot nuk e di unë se sa dhe tregu sot. Sot s'kas ma unë asja, nuk e di. Dhe sa po e trektoni pjepri sot tonë tregun e Pjepri po shkon me 500 lekë. Ditë tjera ka qenë 500, 600. Varet nga sasia që është treg. Jo si fermer, interes në këtë moment në këtë shkëm? Me këtë shmim mirësh, po ullë më poshtë e kaq. Sot, me kamerën tonë, ne pam se çmimet për eksport janë pothuajse të njëjta me ato të çmimit vendas.